Sot, dita e tretë e deklaratave përmbyllse në gjyqin kundër ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish deputetit Recep Selimi në gjykatën speciale me Seli në Hag. Luka Misetic, avokati Hashim Thaçit, tha në fjalën e tij përmbyllse në gjykimin ndaj ish krerëve të UÇK-s në gjykatën speciale në Hag se klienti i tij është i pafajshëm. Avokati kritikoi mënyrën e mendimit të prokurorisë së specializuar që kërkoi 45 vjet burgim për secilin prej 4 të akuzuarve. Përgjatë fjalës së vet, avokati i Thaçit u ka thënë gjithashtu gjykatësve se shpallja fajtore e klientit të tij do të përbënte padrejtësi ligjore dhe historike. Do të ndalemi pak tek procesi në Hag. Ditën e sotme avokatët mbrojtës të ish-krerëve të UÇK-s kanë parashtruar pretendimet e tyre. Do të flasim mbi verdiktin, mbi kërkesën e prokurorisë, lidhe menjëherë me avokat Tom Gashin. Avokat Gashit, falenderoj. Faleminderit për ftesjen. Mbi 40 vite burg